Bazilika Sinagoge Sarandës është një nga monumentet më të rëndësishme arkeologjike të zbuluara në qytetin e Sarandës në jug të vendit. Si e tilla është kthyer në një pikë tërheqëse për vizitorët vendas të huaj. Drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore Vlorë ka ndarë sot fotografi nga turistët e shumtë që vizitojnë këtë sinagogë antike që gjendet në zemër të Sarandës. Një në çdo vizitor duhet ta shohë nga afër. Turistët po e zbulojnë çdo ditë këtë monument unik të trashëgimisë kulturore, mozaik mahnitës, histori mijëra vjeçare dhe një atmosferë veçantë. Mos u humbisni, ejani dhe bëuni pjesë e këtij udhëtimi në kohë. Ishte apeli i kësaj drejtorie për çdo turist që zgjedh të vizitojë Sarandën. Bazilika Sinagoge Sarandës është një ndërtesë antike që daton nga periudha e vonë romake dhe është një nga sinagogat më të mëdha të zbuluara në rajon. Sinagoga është zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike të kryera në vitet e fundit dhe është e njohur për strukturën e saj të madhe dhe mozaikët e mrekullueshëm që janë gjetur në të. Mendohet se ebrejt mbërritën në Shqipëri në 4 periudha të ndryshme, që nga shekulli II. Ata madje krijuan një qytet të quajtur Jeriko, e më vonë u quajtur Orikum. Sinagoga e Sarandës mendohet se është ndërtuar nga pasardhësit e ebrejve që u vendosën në bregdetin jugor të Shqipërisë rreth vitit 70 pas Krishtit. Megjithatë, në shekullin e 6, sinagoga u zëvendësua nga një kishë. Gjatë shekujve 11 dhe 12, Orikumi i quajtur atëherë Jeriko ishte pjesë e një krajine bizantine që përfshinte gjithashtu Kaninën dhe Vlorën. Kjo provincë e njohur si provinca Jeriko et Kaninon përmendet në dekretin perandorak dhënë Venedikut në 1198 nga Angelos. Sinagoga është një nga objektet më të vizituara nga turistë vendas të huaj që shkojnë në Sarandë, duke qenë se është një nga monumentet më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të rajonit.